E dini që për të bërë byreqe si këto me petë kaq të holla dhe më të mira se në byrektore, nuk keni nevojë fare të dini të hapni petë? Sa as të jeni profesionist. Hej, përshëndetje, uroj të jeni mirë. Unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Këtu kam 600 gram miell dhe sot do të gatuajmë byrek si në byrektore me një teknik shumë të thjeshtë që mund ta gatuajnë edhe ata që nuk kanë bërë kurrë peta në jetën e tyre. Është një teknik më e thjeshta nga ato që ju kam treguar herët e tjera. Përpara se të fillojmë nga puna, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Faleminderit të gjithë ndjekësve që më kanë ndjekur gjithmonë dhe ndjekësve të rinj që vinë çdo ditë në kanal. Do të shtojmë një lugë çaj krip. Mielli duhet miell për peta, këto duhet ta keni parasysh, kështu është e mirë që të jetë mielli sepse bëhet më mirë byreku. Tani do të shtojmë ujë sa bëhet një brum i fortë, 200 deri 250 ml. Do të bëjmë një brum shumë të fortë. Tani brumin e kemi gati, duhet një brum i fortë, por do ju kërkoj ndjes pasi kam gabuar për 600 gram miell, duhet 300 deri 350 ml ujë. Do e ngjeshim brumin mirë për 5 deri 10 minuta. E lëm brumin të pushoj 15-20 minuta dhe ndërkohë merremi me përgatitjen e mbushjes. Mbushjen mund ta bëni me çfarë të doni, unë do bëj me rreth 300 gram djathë të bardhë. Do i shtoj një vezë. Këtu kam afërsisht gjysmë gotë e qumësh të bërë me pak kos, por këtë do e shohim sepse do filloj ta bëj me mikser që të bëhet një masë homogjene. Pasi e kam kaluar me mikser, kam bërë një masë homogjene. Të kaloj edhe pak që djathit mos duket fare. Tani do vazhdojmë të merremi me brumin dhe për këtë recetë na duhet gjalp, 130 gram gjalp kam këtu. Ka shumë rëndësi që të jetë në temperaturë ambienti. Byrektorët përdorin margarinë, por margarina nuk më pëlqen. Kjo lloj recete është ideale që të bëhet në dimër, pasi nëse e bëni në ver dhe është shumë ngrohtë, gjalpi shkrin dhe brumi qulloset. Pra nëse e bëni në ver, kujdesuni që ambienti të jetë i ftohtë. Tani do fillojmë të hapim brumin. Një petë disi të madhe, por të trash. E lyejmë me pak vaj që mos ta ngjis. Dhe me pak vaj do të lyejmë edhe banakun ku do e hapim, edhe pecin. E hapim pak me duar. Dhe tani fillojmë të hapim me pecë ose oklajik, nuk e di si e quajmë ju. Unë e hap në drejt këndore. Do të rregulloj formën pak shumë me duar. Rregullojmë pak shumë me duar cepa që të vi drejt këndore. Dhe hapim oklajik. Ja, kështu duket peta në fund. Pak e trash, jo shumë. Tani fillojmë lyejmë të gjithë sipërfaqen e petës me gjalpin, të cilin e kemi në temperaturë ambienti. E shprapim pak a shumë njësoj në të gjithë petën. E kemi lyer të gjitha me gjalp. E shprapim sa mirë. Tani do fillojmë të mbështjellim role sa më ngushtë rreth vetes. Mbështetim brumin me qese guzhine dhe do e lëm pushim 15
20 minuta. Brumi e ka bërë kohën e pushimit, tani do fillojmë të hapim. Si fillim do e ngjeshim pak shumë e duar. Tani brumin e ndaj në pjesë të vogla, afërsisht 4-5 gisht. Të ndajmë afërsisht në 10 pjesë të barabarta. Të gjitha pjesët e brumit do e lyejmë me shumë pak vaj mbi njëra tjetrën, që mos na ngjisin. I bashkojmë bashkë që mos na zënë vend dhe kështu jemi gati për të bërë hapjen. Tani do të fillojmë të hapim byrekët, po si fillim lyejmë një tepsi të madhe me pak vaj. Edhe brumin do e punoj me pak vaj gjithmonë. Vazhdoj me hapje si pjesë gjatësore. Një drejtkënd shumë të gjatë. Hapim edhe me duar, sepse bëhet shumë lehtë edhe me duar. Japim mirë cepat. E mbushim me mbushjen që përgatitëm. Unë sot do i bëj drejtë këndore për byreqet trekëndshme. Do ju lë një link në fund të videos ose këtu dhe mund të shikoni dhe si bëhen trekëndshmet, sepse i kam postuar kohë më parë. Në të njëjtën mënyrë do i hapim të gjitha pjesët e brumit. Ndërkohë kam vendosur furrën të ngrohet në 240 gradë Celsius me ventilim. Kjo është tepsia e parë me byreqe. Furrën e kam ngrohur mirë dhe tani do i fusim në furrë. Kam lënë në 240 gradë Celsius me ventilim. Do duam vetëm pak minuta të bëhen. Shikoni pak si janë pjekur. Sa po ka ndalë nga furra.